Banorë dhe aktivistë në Lezhë u ngritën sërish në protestë kundër fabrikës së përpunimit të mbetjeve me origjinë shtazore, e cila ndodhet në lagjen Skënderbeg. Protestuesit u mlodhën në qendër të qytetit dhe me pankarta në duar marshuan drejt fabrikës duke shprehur shqetësimin e tyre në ndotjes së ajrit dhe mjedisit. Jemi të njëjtët persona që kanë protestuar prej disa vitesh. Sipas protestuesve, re e rëndë ndotja nga fabrika po ndikoi negativisht në cilësinë e jetës dhe shëndetin e komunitetit, duke cilësuar të pafalshme heshtjen e institucioneve vendore dhe qendrore dhe kësaj situate e cila vijon prej të paktën 5 vitesh. Jena për një qëllim. Këtu nuk ka parti. Jena të majtë dhe gjatë gjithë bashkë. Prandaj bahën e bashkë dhe të heqim këtë dëmë. Këtu është kancer. Fillon që nga gjesi dhe rindartë. Kjo qeveri thot keni të drejt, po kjo qeveri nuk heq fabrikën. Po për që më duhet që kam të drejt kur nuk e bën? Kjo është pyetja. Prandaj të gjithë ata komponentë të tjerë, të cilët janë me përgjegjësi institucionale lokale në Lezhë, të mos abuzojnë më tepër me të vërtetën e kësaj fabrike, por të kryejnë detyrën e tyre. Mos ta shkelin detyrën, të jenë absolutisht zëri qytetarëve, zëri lokal, edhe pranë qeverisë, edhe pranë ministrisë, për t'i thënë ministrisë, edhe kryetari i bashkisë. Është e disata herë që ne mbledhemi në këtë protest për të diskutuar për këtë fabrikë të qelbur që na mori frymën. Nuk është fjala se këtë problem e kemi për një 2, 3, 4, 5, por është në 5 vjetë e në vazhdim. Fjala ka shku në veshurdhër dhe deri në këto momente nuk kemi gjetur asnjë zgjidhje. Policia e shtetit bën një shpur polic për të na ruajtur ne. Ne nuk jena njerëz agresiv, ne nuk bëjmë asnjë të keqe, po kërkojmë një të drejtë tonën që na jep kushtetuta. Ndërkohë i bëj thirrje edhe kryebashkiakut Lezhës që të na ketë në konsiderat premtimin që do t'ju zgjidh shumë shpejt këtë problem. Në anën tjetër, përfaqësues të fabrikës pretendojnë se po respektojnë të gjitha rregulloret mjedisore dhe ky subjekt nuk krijon ndotje të mjedisit, ndërsa qytetarët paralajmëruan se nëse nuk merren masa konkrete, do të vijojnë me protesta të tjera deri në zgjidhjen e kësaj problematike.